Kryetari i PD-s Shpëtimi Drizi mori pjesë në një ceremoni të zhvilluar në Detroit, Michigan, me rastin e ditës së Novruzit. Me ftesë të veçantë në prani të përfaqësuesve të komuniteteve fetare dhe shumë shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shpëtimi Drizi u nderua nga kryetari i Këshillit të TQ-s Baba Rexhepit për kontributin në mbrojtjen dhe dinjitetin e shqiptarëve dhe mbrojtjen e vazhdueshme të çështjes çame. Gjatë fjalës së tij, Drizi u shpreh se çështja e shqiptarëve të Çamerisë meriton vëmendjen e duhur sepse është një nga padrejtësitë më të mëdha të kombit shqiptar. Është detyrë e institucioneve tona të dëgjojnë, të përvojsojnë dhe të mbështesin diasporën. Diaspora shqiptare në Amerikë ka një rol të jashtëzakonshëm në ruajtjen dhe forcimin e identitetit kombëtar shqiptar. Çështja e shqiptarëve të Çamerisë, kjo padrejtësi ka shënjuar jetët e çdo njërit nga ne. Eliton Pashaj, baba i TQ-s Baba Rexhepit në Michigan dhe përfaqësuesi i komunitetit Bektashi u shpreh se qëllimi i ftesës për kryetarin e PD-s ishte ngritja e zërit për çështjen çame në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi ftuar zotin Shpëtimi Drizi, siç e thash dhe më parë, është i vetmi zë që edhe sot mban gjallë dhe na kujton të gjithëve plagët që vëllezërit dhe motrat tona, të gjithë ata qindra dhe mira shqiptar të Çamerisë që u masakruan. E veçanta e këtij takimi ishte përshëndetja e famulitarit të kishës së Shëmpalit në Michigan, i cili theksoi se historia e Çamerisë duhet të bashkojë të gjithë shqiptarët që çështja të zgjidhet ashtu siç u bashkuan për Kosovën.